Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin On Time në televizionin Koha. Sonte në studio kemi të ftuar zotrin Amir Elezi, sekretari i përgjithshëm i Alternativës, pjesë e koalicionit Vlen, pra koalicionit i cili është në qeverisje bashkë me VMRO DPMN. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën dhe gjithmonë është kënaqësi të jem pjesë e shtëpisë tuaj televizive dhe juve si gazetarë, si mysafir. Shpresoj të kemi një debat konstruktiv sonte në dobi të opinionit që të marrin sa më shumë informacione të cilat do duhet t'i kenë si pjesë e debateve të ndryshme politike që ndodhin tani, por edhe të marrin njohuri për situatat e ndryshme. Faleminderit shumë. E çmoj. Zotri Elezi, do të fillojmë me zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen në këtë vit, në diku rreth muajit tetor. A keni ndonjë pasqyrë të saktë se cila parti në cilën komunë do të ketë kandidatin e tyre? Pra dihet se në disa komuna që janë më të mëdha ku vetëm se janë antarë të Vlenit të cilët menaxhojnë me këto komuna do të mbeten të njëjtë, megjithatë në komunat të tjera dihet se cilas parti çfarë do i takoj faktikisht dhe gjithsesi alternativa cilat komuna do t'i merr. Ende nuk ka një marrëveshje definitive në kuadër të partive participiente në koalicionin Vlen sa u përket komunave. Ende është duke u zhvilluar debat në nivel të kryesive të partive, por edhe në nivel të liderëve të koalicionit Vlen. Tash për tash në këtë moment kur flasim nuk ka asgjë definitive dhe të përcaktuar sa i përket asaj se në cilat komuna do të përfaqësohen me kandidat partit të cilat e përbëjnë koalicionin Vlen. Mirëpo ajo që vlen të thuhet është se intenca dhe qëllimi jonë është që të përfaqësohemi në mënyrë dinjitoze dhe me kandidatat më të mirë të mundshëm, me vetmin qëllim që edhe në zgjedhjet lokale të fitojmë BDI-n, sepse është konstatimi joni dhe besoj do të pajtohen edhe opinioni se dështimi i BDI-s vazhdon akoma edhe në komunat me të cilat udhëheqin. Kishim rastin kur qeveria ofroi ndihmë direkte për komunat dhe kishim komuna të cilat fare nuk aplikuan për këto mjete, edhe duke e ditë se në çfarë gjendje të rëndë janë buxhetet e komunave dhe se nuk mund të zgjidhin vetë problemet infrastrukturore të cilat i kanë banorët. Kemi edhe ashtu raste kur komuna të cilat udhëheqen nga kryetarët e BDI-s fare nuk participuan në thirrjen e qeverisë për ndihmë direkte për komunat për projekte. Domethënë, është bërë nevojë imediate që sa më shpejt Vlen të qeverisë edhe me komunat në mënyrë që të bëhet harmonizimi edhe me politikat e qeverisë dhe të mirën dhe benefitet e kësaj politike t'i shohen dhe t'i ndjejnë banorët. Besoj se qëllimi i pjesëmarrjes apo garimit të zgjedhjeve nuk është vetëm që të fitohet BDI-ja, pra besoj që do të keni një program të mirëfillt për secilën komunë dhe gjërat të cilat i tangojnë qytetarët. Patjetër se po, domethënë nuk është qëllim në vetë të fitohet BDI-ja, por bëhet qëllim në atë moment kur e vërejmë se sa të paaft janë duke menaxhuar me komunat të cilat i kanë. Prandaj ne sigurisht që do të bëjmë harmonizim edhe me programin qeveritar dhe në kuadër të asaj do të përpilojmë edhe program për zgjedhjet lokale. Siç thash, duke pas parasysh që edhe kandidatët sigurisht se janë të rëndësishëm se me cilët do të garojmë, unë jam thellë i bindur se do të korrim fitore të mëdha në zgjedhjet lokale të cilat vijnë. Zotri Elezi, ju gravitoni në komunën e të Arcës. Dihet se kush do të jetë emri, po e bëj këtë pyetje me qëllim pasi që jo rallëherë është thënë edhe emri juaj, pra se jeni një ndër kandidatët e mundshëm për kryetar të komunës të Arcës. Do të thonë, është e njëjta përgjigje që akoma nuk ka të definuar se për cilat komuna si do të jetë ndarja e partive të cilat e përbëjnë koalicionin Vlen. Kjo vlen edhe për komunën e të Arcës konkretisht për të cilën më pyesni. Nuk ka asgjë definitive sa i përket asaj. Mirëpo më lejo këtu që ta përmend të Arcën në konotacion të asaj që e thash më përpara se ka qenë ndër komunat të cilat
fare nuk ka aplikuar për këta fonde të cilat kanë qenë si ndihmë direkte nga ana e qeverisë apo ka pat mangësi të mëdha në aplikim, gjë që duhet rregullohet dhe banorët janë të vetëdijshëm se keq menaxhimi i komunës të Arcës do duhet ndryshojë definitiv në zgjedhjet lokale dhe të vijë një menaxher, një kryetari koalicionit Vlen, i cili do të udhëheq me komunën e të Arcës dhe do t'i shtyj përpara projekte të cilat janë edhe si propozime dhe si planet e qeverisë, mirë po edhe projekte lokale të cilat do të burojnë nga administrata e re dhe nga udhëheqësia e re e komunës të Arcës. Megjithatë, ju do të jeni gatshëm nëse koalicioni vendos që ju të kandidoni për kryetar komune, do të kishit pranuar këtë sfidë? Nuk është diçka të cilën unë e vendos, sigurisht që këtu fillimisht do duhet të debatojnë në forumet e partive, njëherë pikësparin partinë për të cilës unë vi nga Alternativa, pastaj kryetari Zëqeria Ibrahimi, më pastaj shumë më rëndësi besimi që do jepet edhe nga liderët e tjerë të partive të Vlenit, dhe siç e thash, nuk është diçka që është diskutuar dhe që është folur konkretisht për emrin tim, cili do që tjetë kandidati me të cilin Vleni do të konkuroj në komunën e të Arcës, jam shumë i bindur se do të fitoj, shkaku se edhe në zgjedhjet parlamentare, edhe në raundin e parë kur kishe zgjedhje presidenciale, por edhe në raundin e dytë kur ishim bashkë me zgjedhjet parlamentare, në komunën e të Arcës Vleni arriti të korë fitore. Zotëri Elezi, a mund të më thoni se si bëhet pra kjo metodologjia e përzgjedhjes së kandidatëve, bën anketa të brendshme, apo si vendoset se cili do të shkojë, nuk po flas vetëm për komunë të Arcës, por edhe në komuna të tjera ku ende nuk është vendosur nga ana e Vlenit se cilin do të kenë kandidat? Ende nuk ka një metodologji të saktë, mirë po me shumë gjasa dhe në bazë të asaj që është diskutuar deri në këtë kohë, me shumë gjasa do të shkohet edhe me anketa, të cilat do duhet të bëhen për matjen e rejtingut të kandidatëve, mirë po këtu do duhet të përmbushen edhe disa kushte tjera të cilat kushtimisht thënë duhet i posedojnë kandidatët e mundshëm dhe nuk është e përjashtuar që edhe në suazat të koalicionit Vlen të ketë edhe një komision kadrovik i cili duhet të vendosë në lidhje me kandidaturat dhe me përzgjedhjen e kandidatëve më të mirë të mundshëm për të garuar nëpër komunat. Nuk ka ndonjë metodologji të saktë me të cilën tani për tani operon Vleni në përzgjedhjen e kandidatëve, ende jemi në fazën ku bëhen matje të opinionit publik dhe pjesë të tjera të cilat do të inkorporohen në përzgjedhjen përfundimtare. A mund të thoni kur thirrjeni në fitore, jo vetëm në komunë të Arcës, por edhe në komuna të tjera, a i llogarisni këtu edhe votat e VMRO DPMN-s? Pra, a keni ndonjë marrëveshje ekskluzive me VMRO DPMN-n për bashkëpunim në zgjedhjet lokale, qoftë prej në rondë të parë apo vetëm në rondën e dytë? Siç jemi mësuar ta shohim edhe në vitet e kaluara, pra gjithmonë kanë partnerët qeverisës, atë partneritet e kanë zbatuar edhe në zgjedhjet lokale. Nuk ka ndonjë marrëveshje me partnerin tonë të koalicionit me VMRO DPMN sa përket zgjedhjeve lokale. Sigurisht se ne jemi në koalicion në pushtetin ekzekutiv dhe normalisht se një lloj bashkëpunimi edhe do të ketë në zgjedhjet lokale, mirë po nuk mund të themi se do të jetë një koalicionim tipik, shkaku se kemi parasysh se ka edhe komuna në të cilat ne do ndeshemi ballë për ballë edhe me VMRO-n, siç është Bërvenica apo edhe Kërçova, dhe nuk mund të themi se do të ketë koalicionim direkt sa i përket zgjedhjeve lokale. Njashtu kemi komuna siç është Tetova, Çairi apo komuna tjera ku kushtimisht thënë elektorati i Maqedonas është më i vogël dhe ato njashtu ndihmojnë dhe votojnë kandidatin shqiptar. Edhe në të kaluarën ne duke qenë në opozitë ka pas rast kur kemi bashkëpunuar me parti maqedonase sa u përket zgjedhjeve lokale. Edhe këtë herë, shkaku se jemi në një koalicion me VMRO DPMN në pushtetin ekzekutiv, do ta ndihmojmë njëra tjetrën në komunat në të cilat do të ketë
ashtu nevojë, mirë po do të jemi të gatshëm edhe të përballemi në komunat në të cilat ne pretendojmë si vlen që ta fitojmë kryetarin e komunës. A mund të na thoni se çfarë do ndodh me këto komunat të cilat i ceket, pra me Bërvenicën, me Korçovën, është edhe Çashka, ku shqiptarët me regjistrimin e fundit janë shumica atje, çfarë do të ndodh me këto? Keni ndonjë marrëveshje me Frontin Evropian? Do të kishit bë nëse nuk keni një marrëveshje me Frontin Evropian, me Bashkimin Demokratik për Integrim, që këto komuna përsëri të vinë në dorë të shqiptarëve? Me sa kam unë informacion, nuk ka kanale zyrtare të komunikimit me eksponent apo me udhëheqës të Frontit Evropian sa u përket këtyre komunave, mirë po ajo që dua ta them dhe ta shpall këtu përpara opinionit, të cilët janë të interesuar në këtë pyetje, është se koalicioni Vlen është i interesuar që të maksimalizohet pesha e shqiptarëve në këto vendabanime, dhe kjo nuk kupton që në situata të caktuara, në rast se do të kemi një marrëveshje qoftë edhe me Frontin Evropian në interes të fuqizimit të votës shqiptare dhe përfaqësimit qoftë në këshillat komunale apo edhe në vende kur ndoshta do duhet të garojmë me një kandidat, jemi të hapur që të bashkëpunojmë në interes të votuesve shqiptar dhe të banorëve shqiptar të këtyre komunave. Nga opozita gjatë gjithë kohës kërkojnë zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat siç thonë opozita duhet të mbahen së bashku me zgjedhjet lokale. Sipas tyre, kjo ka të bëjë direkt edhe me legitimitetin për cilin ato thonë se Vlen nuk e ka për të formuar qeverinë me VMRO dhe PMN, por gjithashtu thonë se ka dhe arsye ekonomike për shkak se pas 5 vitesh apo pas 4 vitesh faktikisht të mbahen për një herë edhe zgjedhjet lokale dhe parlamentare dhe presidenciale. Do të kishte pranuar Vleni zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe nëse mund të arsyetoni përgjigjen tuaj. Zgjedhjet parlamentare ishin në maj të vitit kaluar dhe akoma s'ja mbush një vit nga zgjedhjet parlamentare dhe nuk ka as moment politik, mirë po nuk ka as rezon ekonomik që të mbahen edhe zgjedhje parlamentare të parakohshme, shkaku se BDI thirret në legitimitet, mirë po gjithë e dimë se si kalojnë për komunat të cilat ishin puro të pastra me votues shqiptar, kështu që nuk mban ky narracion të cilin e përhap BDI-ja, gjoja se është kriju moment politik për të shpallur edhe zgjedhjet parakohshme lokale. Nuk janë të nevojshme që qeveria dhe shumica parlamentare është stabile, po vijojnë projektet të cilat vetëm kanë filluar të marrin hov, siç janë projekte infrastrukturore, mirë po edhe masa direkte të cilat ndikojnë në mirëqenien e qytetarëve, siç janë rritja e pensioneve, e dini u bë në vitin 2024 një rritje prej 2500 denar, pritet edhe në mars dhe në prill tani të ketë rritjen e dytë prej 2500 denarve, është bërë rritja gjithashtu edhe e punonjësve në sektorin e shëndetësisë, mjekëve, dhe punohet intensivisht që të bëhen reforma në për të gjitha ministritë me qëllim që të bëhet përmirësimi i ofrimit të shërbimeve për qytetarët dhe projekte të cilat ndjeshëm do ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve, kështu që kjo më tepër tingëllon si një dëshpërim i frontit opozitar dhe i BDI-s konkretisht, e cila gjendet jashtë pushtetit dhe në hallë dhe në të lashët të mëdha sepse nuk arrin dot të reformohet, dhe mendon se me një thirrje të tillë për zgjedhjet e parakohshme do të mund ta mbajtë gjallë elektoratin i cili vazhdimisht lëviz dhe ik në për partitë e tjera. Rasti për të matë në zgjedhje është në zgjedhjet lokale dhe sigurisht aty do të shifet se si janë fuqitë. Nëse hipotetikisht po them, nëse Fronti Evropian merr më shumë vota se sa Vleni në zgjedhjet lokale, do ta shihni atëherë të arsyeshme për zgjedhjet parakohshme parlamentare apo do të vazhdojmë? Prap nuk është një gjë e cila është ndërlidhur njëra me tjetrën. Janë specifika zgjedhjet lokale, ndonjëherë ndodh që kandidatura e një partie politike është e fuqishme dhe fiton
raste të caktuara në lokalitete të caktuara, do kisha thënë, prandaj nuk janë në sende të cilat janë të ndëlidhura njëra me tjetrën, mirë po unë jam shumë i bindur se vleni në zgjedhjet lokale do të korë fitore bindse dhe përfundimisht do të bie poshtë edhe ky narrativ të cilin në kohëve të fundit po e proklamon dhe po e bën të aktiv BDI-ja. Zotri Elezi, si u shkon koalicioni me VMRO dhe PMN? A është VMRO-ja e njëjtë sikur që ka qenë më herët? Pra, e dim që tek shqiptarët u kriju një averzion ndaj VMRO dhe PMN-s për shkak të shumë gjërave të cilat i bëri VMRO-ja, për cilën shqiptarët vazhdimisht e akuzonin pra për rastet montuara, për presionin ndaj shqiptarëve, për keqpërdorime e tjerë. A ka ndryshuar VMRO-ja apo mbetet e njëjtë madh që ka qenë? Nuk më mbetet mua që të bëj një komparacion të tillë, mirë po ju shumë mirë elaboruat kohën kur BDI qeveriste me VMRO-n e Nikola Gruevskit dhe shumë mirë e dim për ndodhit të cilat kanë ndodhur, për situatën politike dhe për të gjithë ambientin politik, mirë po edhe situatën e marrëdhënieve brenda etnike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Prandaj unë do kisha thënë se në gjykimin tim dhe me atë që shohim në këtë periudhë me sa bashkëqeverisim me këtë VMRO dhe PMN, mund të them se aty ka politikanë të ri dhe të moderuar që as pak nuk të japin të dyshosh se kanë të bënë diçka apo janë të ndëlidhur me atë VMRO që përshkruajtët ju. Këtu bën pjesë edhe vetë kryeministri Hristijan Mickovski, i cili duket se është i çliruar nga kështu paragjykime etnike dhe gjithmonë në frymën e zhvillimit të shtetit dhe mirëqenies së gjithë qytetarëve ishe situatat politike, edhe shqiptarët si pjesë shtetformuese në këtë vend, kështu që një konstatim është që dallon shumë kjo VMRO nga ajo e cila bashkëqeveriste me BDI-n viteve të cilat ti përmend. Megjithatë, nga ajo që kam mund ta vrej unë, pra si gazetar, është se shpeshherë ka ndodhur qortime publike të kryeministit Mickovski ndaj partnerëve të vlen për çështje të caktuara, pra një deklaratë publike e cila thuaj nga përfaqësuesit e vlenit, të njëjtën ditë ose një ditë më pas u demantonte nga zotri Mickovski. Pse e bën këtë? Dëshiron që zotri Mickovski të tregojë muskuj pra në koalicion, të tregojë se është më i forti, apo e bën që ta mbajë elektoratin e tij nacionalist të palës maqedonase, apo pse ndodh kjo? Perceptimi im është se këtu ndoshta ka ndonjë mungesë komunikimi në situata të caktuara ku nuk fliten në koshka ku se puna në qeveri është edhe punë dinamike ku çdo ditë ka ndodhi të reja dhe ndoshta ky është momenti në të cilin ka ndonjë keq kuptim sa u përket këtyre situatave të cilat i përmendit, mirë po qeveria bashkëpunon dhe vazhdon si një tërësi në të gjitha politikat të cilat i zbaton dhe nuk ka këtu dallime ndërmjet asaj që proklamojnë kushtimisht thënë eksponent të vlenit apo atë që thot kryeministri i vendit, kështu që ka një harmonizim sa u përket veprimit në soazat të qeverisë, mirë po ndonjëherë deklaratat keq interpretohen, ndonjëherë thuhen me emocion, ndonjëherë thuhen edhe për interesa lokale atë që përmendesh ka ku se afrohen edhe zgjedhjet lokale, mirë po ajo që nuk më pëlqen është edhe narrativi i opozitës maqedonase, në rast se e keni vërejt që në momentin kur Afrim Gashi u zgjodh kryetari i Kuvendit Republikës Maqedonisë së Veriut, ajo LSDM që u dukej e moderuar dhe shumë e hapur për shqiptarët e pat një kthesë ai përket narrativit politik dhe e shohim se në Kuvend, mirë po edhe në duke zbatuar politikat si parti opozitare, shpreh hapur narrativ nacionalist, gjë që nuk më pëlqen që në kurisë të shqiptarëve të arrihen të fitohen poena politik nga partitë maqedonase. Ne duhet të çlirohemi nga këto emocione, të çlirohemi nga këto ngarkesa dhe ta shohim vendin si kandidat për aderim në Bashkimin Evropian,
të arrijmë që me politikat tona të prosperojë vendi dhe të kenë mirëqenie qytetarët, prandaj këto retorika dhe narrative nacionaliste të cilat ko pas kohë shprehen nga partitë maqedonase nuk i bëjnë dëm, nuk i bëjnë dobi mirëqenies dhe marrëdhënieve brenda etnike. Do kisha dashur, pjesërisht unë pajtohemi ju kur thatë se vëmëroja është pak më ndryshe se që ka qenë më herët. Megjithatë, nëse e shohmi integrimin e Maqedonisë apo rrugtimin e Maqedonisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian, mund të vërejmë lehtësisht se gjithmonë pengesa kryesore ka qenë vëmëro DPMNE-ja, edhe në të kaluarën, edhe tash, kur nuk po ndodhin ndryshimet kushtetuese që është kusht kyç për vazhdim të rrugës evropiane. Si mund ta kushtoni ju vëmëro DPMNE-n, zotëri Elezi? Në këtë pikë do duhet të jemi të realët edhe në formulim nuk bëhet fjalë për kushtëzim, domethënë bëhet fjalë për dakordim dhe për harmonizim të qëndrimeve sa përket rrugës euroatlantike të vendit. Dhe edhe vëmëro DPMNE-ja, por edhe vleni sidomos e ka të qartë se Republika e Maqedonisë së Veriut ka ardhmëri vetëm në rast se do të integrohet në Unionin Evropian si antare me të drejta të plot fuqishme në suazat të familjes së madhe evropiane dhe këtu nuk kemi asnjë lloj diskrepance sa i përket qëllimeve strategjike të kësaj qeverie. Mirëpo duhet të jemi edhe të vetëdijshëm se pa deputetet e vëmëro DPMNE-s nuk mund të arrihen që të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe prandaj duhet jemi të matur dhe ne si vlen angazhimin ton maksimal në kuadër të këtij ekzekutivi e kemi që të bashkë me partnerin ton të koalicionit me të cilin bashkëqeverisim të imponojmë që ndryshimet kushtetuese të ndodhin sa më parë, shkaku se ajo e zhbllokon rrugën tonë eurointegruese dhe hap shtigje të reja për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mirëpo kjo është një punë e cila bëhet në vazhdimsi dhe nuk duhet të lidhemi për afate dhe për deklaratat e cilat bëhen për qëllime dhe për politika ditore. Prandaj e kanë shumë të qartë edhe kryeministri i vendit, por edhe vëmëro DPMNE-ja, sidomos në situatën gjeopolitike në të cilat ndodhet edhe rajoni, por edhe gjithë globi, do kisha thënë, është imperativ dhe nevojë imediate që Republika e Maqedonisë së Veriut sa më parë të integrohet në Bashkimin Evropian. Ajo do të rritë ndjeshëm sigurinë e vendit, do të rritë ndjeshëm ekonominë e vendit dhe qytetarët do të shohin benefite të mëdha nga ky aderim joni në Bashkimin Evropian. Duke marrë parasysh se LSDM-ja rikuperimi i saj po shkon shumë i ngadalshëm, pra sipas sondazheve që po bëhen shifet që LSDM-ja ndek ka një rating shumë të ulët kundrejt vëmëro DPMNE-s, shihet qartë se vëmëro DPMNE do ta kemi edhe një, ndoshta edhe 2 mandate tjera në qeveri, në ekzekutiv. Nëse vëmëroja nuk gjen motiv brenda vetes për të votuar këto ndryshimet kushtetuese, a do duhet që shqiptarët ta presin deri atëherë, zotëri Elezi? Këtu është poenta e pyetjes time. Pra, deri sa mund të pret vleni që vëmëroja të gjejë motivin për të kaluar këto ndryshime kushtetuese. Do të pret deri në fund të këtij mandatit, edhe një mandat tjetër ndoshta edhe një tjetër, përderisa rinia po na ik pra jashtë. Edhe ato që ikin shumë problem është që të kthehen. Përderisa nuk integrohemi në Bashkimin Evropian, përderisa nuk kemi kushte më të mira për jetë, është permanente ikja që po bëhet. Pra derisa duhet presin shqiptarët që vëmëroja të gjej forcën për ta ndryshuar këtë çështje. Nuk është e imja që ta determinoj faktin se sa gjatë do të rrijë vëmëroja në pushtet, ajo varet për qytetarëve të cilët e votojnë atë dhe nuk është mirë që ne të bëjmë kështu prognoza sa u përket asaj se sa kohë do ta kemi vëmëro DPMNE në pushtet apo se kush do të vjen pas saj. Mirëpo ajo që thuhet publikisht dhe është edhe angazhim programor edhe i qeverisë Republikës Maqedonisë së Veriut është që nuk ka alternativë tjetër sa i përket integrimit evropian të vendit dhe mendoj që në situatë kur edhe vëmëro DPMNE-ja, por edhe kushtimisht thënë etniteti Maqedonas në vend do të kenë gatishmëri që t'i bëjnë ndryshimet kushtetuese dhe të
inkuadrohemi në Bashkimin Evropian, kjo edhe do të ndodhë, mirë po, siç thash edhe më përpara, është një proces i cili shkon në vazhdimsi. Këtu sigurisht që ndihmojnë edhe partnerët tanë të bashkisë ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse është interesi i gjithë këtyre që Republika e Maqedonisë së Veriut jetë në familjen evropiane dhe nuk është çështje datash apo afatesh se kur do të ndodhë apo disponimi politik të asaj që thatë që historikisht ndoshta VMRO-DPMN-ja nuk ka qenë e gatshme për kështu lloj kompromisesh sa i përket procesit të eurointegrues të vendit, mendoj që në përkrahje nga miqtë ndërkombëtar dhe ne, sidomos shqiptarët të cilët dihen që janë populli më pro-evropian i deklaruar në nivel të Republikës Maqedonisë së Veriut, presioni edhe i joni, mirë po edhe i miqve ta ndërkombëtar, do jetë determinant që edhe partia e cila është tani në pushtet të jetë e gatshme që të bëjnë ndryshimet kushtetuese edhe të vazhdojmë rrugën eurointegruese të vendit. Siç e thash, nuk ka asnjë deklaratë publike, mirë po është e thënë qartë edhe në programin e qeverisë se angazhohemi për integrimin e vendit në Unionin Evropian. Okej, intenca ime ishte që të nxjerrim një afat, pra se derisa mund të pret vleni, megjithatë ju e elaboruat ndrysh këtë çështje. Ne do të kalojmë tek çështjet tjera siç janë gjuha shqipe, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, përpilimi i ligjit të ri dhe 20% për cilën eksponentët e vlenit garantojnë se do të hiqet dhe do ndryshohet në kushtetutë. Këto gjëra të cilat janë elaboruar nga përfaqësues tjerë të vlenit, se do të bëhen, do të shkojnë në paket bashkë me ndryshimet kushtetuese të cilat pritet bëhen për çështjen e bullgarëve dhe minoriteteve tjera, apo do të ketë hapje tjetër të posaçme të kushtetutës për këto çështje tjera. Momenti ideal për të realizuar gjithë kjo është që me një hapje të kushtetutës të rregullohen edhe këto çështje sa i përket edhe termit të 20% të cilin e imponoi BDI-a dhe tani na ka ngel neve që të mundohemi dhe bëjmë përpjekje që të gjejmë zgjidhje si ta eliminojmë këtë term nënshmues sa përket kualifikimit të statusit politik dhe juridik shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke na definuar neve si përqindje dhe jo si shtetformues në vend. Edhe kjo është pjesë e një debati i cili po zhvillohet brenda qeverisë dhe në mes nesh si vlen dhe partnerit tonë të koalicionit. Sigurisht se nuk ka edhe këtu afate të paracaktuara se kur do të mund të ndodhë. Gjithë ky proces është i lidhur, siç thash, drejt për drejti me numrat të cilat i ka në këtë moment VMRO-DPMN dhe pa vullnetin dhe pagatishmërinë e tyre nuk mund që të ndodhin ndryshimet kushtetuese dhe të bëhet hapja e kushtetues. Për të inkorporuar edhe këto sugjerimet të cilat ne i kemi edhe në kuadër të programit tonë, si vlen, mirë po janë interes dhe burojnë nga gjithë qytetarët e vendit që një herë për gjithmonë të zgjidhet kjo punë dhe ky definicion nënshmues për shqiptarët të eliminohet dhe definitivisht të kemi rol edhe përmbajtësor edhe substancial në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Këtu mund të hapen edhe plot tema tjera të cilat ne si vlen, por sidomos ne si alternativë shpesh i kemi përmend që ndoshta është momenti i duhur që kur do të dakordohemi me partnerin tonë të koalicionit të çlirohemi nga të gjitha emocionet dhe ngarkesat të cilat në vazhdimsi e ndjekin Maqedoninë dhe situatat politike këtu në vend. Prandaj idealja do të ishte që në dakordim me të gjithë spektrin politik, po ashtu edhe me partitë opozitare maqedonase, po qoftë edhe shqiptare, një herë mirë të arrijmë që të çlirohemi nga këto ngarkesa etnike dhe të shohim përparimin e vendit dhe të qytetarëve. Po flisni shumë bukur. Pra unë pajtohem plotësisht me ju se duhet të hiqet termi edhe për mua është nënshmues, termi 20%, edhe shumë gjërat e tjera. Megjithatë, të gjitha këto pa një afat nuk janë etike, zotëri Elezi.
a premtoni ju se deri në fund të këtij mandati do të bëhen këto, brenda 4 vitesh? Unë ju thash se nuk është në vullnetin ekskluziv të Vlenit, se po tjetë për ne në nesër i mbledhim deputetet tonë në kuvend dhe e votojmë ata. Mirë, po realiteti politik është i atill që imponon që edhe deputetet e Vëmërodë po më nesër, por edhe këtu i përmenda edhe të opozitës të jenë një zëri dakord që të sfirohemi nga këto ngarkesa etnike të cilat do duhet të pajtohemi gjithë se i kemi nga qeveritë e kaluara dhe nga BDI-a dhe nga kompromiset të cilat i ka bërë BDI-a në dëm të shqiptarëve. Shkaku se BDI ka pas shans që në suazat të qeverive të kaluara kur ka pas rol determinant sa i përket numrave dhe sigurimit të shumicës parlamentare të siguroj që të bëhet heqja e këtij termi, mirë po interesi atyre kanë qenë vetëm aspekti i pasurimit të tyre dhe futja e thellë e eksponentëve të lartë të BDI-s në kriminalitet dhe në gjëra tjera të pahishme sa i përket participimit të tyre në qeveri, dhe as pak nuk kanë patur idenë por edhe planin se si ti realizojnë këto. Kështu që në ngelet neve, tani mos si pjesë e qeverisë që të arrijmë të gjejmë një zgjidhje për problemet të cilat burojnë nga politika të këqija të qeverive të kaluara, sidomos të participentit shqiptar në qeveri, sepse ju e dini me sa pompozitet u shpall lajmi se na erdhi kryeministri i parë shqiptar, mirë po në veprime pam se nuk ka asnjë lloj impakti në jetën reale të qytetarëve shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, biles kaloi aq i pa efekt gjithaj moment politik të cilën me shumë triumfalizëm me shpallën edhe politikanë të BDI-s, edhe gazetarë, por edhe eksponentë dhe politikanë edhe nga Kosova dhe Shqipëria se çfarë egzaltimi u bën sa i përket kryeministrit shqiptar teknik të vendit, mirë po efektin në popullatën e Republikës Maqedonisë së Veriut, posaçërisht të shqiptarët ishte zero. Kështu që definitiv do duhet të përballemi me situatat reale politike, duke i pasur sendet hapur ashtu siç janë dhe duke bërë një plan për atë se si duhet i përmirësojmë ata. E pam se nuk ka rëndësi se sa ministra shqiptar janë në një qeveri, sepse e dim se përbërja e fundit të qeverisë me në krye edhe kryeministrin shqiptar, pa të plot ministra shqiptar, mirë po ekonomia e vendit u degradu, siguri nuk kishte dhe shumë aspekte tjera të cilat ishin negative si edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar si vlerësim për punën asaj qeverie, kështu që ne do duhet të angazhohemi pavarësisht asaj se me sa ministra dhe me sa drejtori jemi në pushtet dhe në ekzekutiv që të shtim përpara këto procese, gjithmonë duke qenë të realt me situatën reale politike dhe realitetin politik të cilin e kemi për moment. Ju e thatë pak më herët se me partnerin qeverisës nuk do të ketë kushtëzime, por do të ketë dakordim. Në momentin që e shihni se nuk ka dakordim për çështjet caktuara, cili është hapi i radhës që duhet ta merrni? Pra, ligjërisht nuk ka ligj i cili thotë se duhet patjetër të ketë partner shqiptar në qeveri. A mund ju që ta kushtoni Vëmërodë përmendjen me largim nga qeveria për çështjen e gjuhës shqipe 20% e tjerë. Akoma është shumë herët, participimi jonë në qeveri ka bërë tashmë disa muaj dhe nuk mund të flitet për një kështu qasje sa i përket imponimit këtyre ndryshimeve të cilat ju po i përmendni, mirë po sigurisht që liderët e Vlenit dhe gjithë kryesit dhe eksponentët e partive tona në një moment të caktuar do duhet që edhe të mblidhen dhe të diskutojnë hapur këtë temë të cilën po e flasim ne sa përket integrimit evropian të vendit, shkaku se e përsëris prapë është nevojë, është qëllimi strategjik i Republikës Maqedonisë së Veriut dhe posaçërisht i shqiptarëve që jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Mirë po, le të mos flasim para kohe për metodat, mënyrat e kushtëzimeve apo se si do të rrjedhë i gjithë procesi. Unë jam shumë i bindur se në një moment do të arrihet që të zhbllokohet kjo
temë dhe ky proces gjithmonë me ndihmën e madhe të miqve tanë ndërkombëtar, të cilët participojnë në mënyrë aktive dhe lehtësojnë të gjithë këtë pjesë të rrugtimit tonë eurointegrues. Prandaj besoj dhe jam shumë i bindur që me një harmonizim të qëndrimeve në kuadër të spektrit politik të vendit dhe me ndihmën e miqve tanë ndërkombëtar do arrihet që të zhbllokohet. Zotëri Elezi, nga vlen kanë thënë se janë në përpilim e sipër të ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat pas heqjes së balansuesit, deri ku është ky ligj pasi që nga opozita vazhdojnë të akuzojnë në bazat e përditshme se po degradohen shqiptarët në nivel edhe horizontal edhe vertikal në për institucionet e shtetit. Se përket këtij ligji, domethënë konstatim i gjithë eksponentëve të vlenit është që ligji i cili është në përpilim e sipër duhet të jetë ligj përmbajtësor dhe duhet të jetë ligj i cili do të jetë edhe efikas në zbatim. Prandaj ne jemi të çliruar nga efekti i kohës dhe nga trysnia e cila bëhet nga partia opozitare sa i përket kësaj teme, shkaku se për ne interes më madhor është që të përpilojmë një ligj i cili do të jetë efikas dhe do të gjejë zbatim në kuadër të kornizave juridike të vendit. Prandaj në këtë aspekt ne jemi të çliruar nga kjo trysnie e cila bëhet nga opozita, shkaku se mendojmë që me anë të formulimit dhe të përpilimit të këtij ligji do të ketë një efekt më substancial sa i përket edhe punësimit të shqiptarëve, por edhe përfaqësimit tonë nëpër institucione. Ajo që dita ditës e dëgjojmë dhe po merr një hon akoma më të madhe në narrativin e partisë dhe partive shqiptare opozitare, është fakti se ato po mundohen që të dezinformojnë dhe çdo hap të qeverisë e ndjekin duke pa ndonjë largim të mundshëm të ndonjë eksponenti të tyre dhe zavendësimi. Ndonjëherë ndodh që i ka taku partnerit tonë të koalicionit ai vend i cili ndryshon dhe ato menjëherë japin konotacion etnik, shkaku se nuk kanë çfarë tjetër që të ofrojnë dhe e dim se një parti e cila nuk arrit të reformohet, e cila është zhitur thellë në krim dhe në korrupsion, e cila ka në arati zëvendës kryeministrin e parë të saj të akuzuar për korrupsion të rëndë dhe në listën e zezë amerikane që gjithashtu flet shumë, ajo parti sigurisht se nuk ka çfarë të ofrojë tjetër për shqiptarët dhe për opinionin përveç dezinformatave dhe përveç këtyre shpifjeve dhe shpikjeve në bazë ditore. Këtu më duhet të përmend që për fat keq pjesë e kësaj propagande bëhen edhe media të caktuara që akoma janë në ndikimin e BDI-s, shkaku se ne jemi shumë vetëdijshëm se akoma BDI ka thellë rënjet e saj nëpër institucione, sidomos në gjyqësor dhe në pjesë tjera të funksionimit të shtetit. Këtu marr për shembull edhe mediat, të cilat më vjen keq ta konstatoj që akoma janë në ndikimin e PR propagandave të cilat bëhen në bazë ditore me vetëm qëllim që ta pasqyrojnë para qytetarëve sikur shqiptarët po humbin shumë me faktin që BDI-ja shkojnë në opozitë, mirë po realiteti është se të rrezikuar dhe të humbur janë ata të cilët nuk janë në pushtet dhe kanë humbur milionat e atyre dhe rrezikojnë që edhe të përballen me procese gjyqësore dhe gjithë këtë fatkeqësi të tyre, të cilën e kanë bën dëm shqiptarëve tashmë 20 vite, mundohen që ta paraqesin sikur është dështim kolektiv i gjithë shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shqiptarët përfaqësohen denjësisht në kuadër të vlenit nëpër institucione, ka marrëveshje për përfaqësim të shqiptarëve në të gjitha instancat dhe në të gjitha nivelet e ekzekutivit dhe për fat keq edhe opinioni publik ndonjëherë bie prej kësaj propagande e cila buron nga BDI-ja dhe nga dëshpërimi i tyre sepse një ditë duhet të përballen me drejtësinë dhe të përgjigjen për të gjithë ato që i kanë bën në kuadër të kohës sa ishin në pushtet.
A keni informacion të saktë se sa është numri i shqiptarëve të përfaqësuar në për institucionet shtetërore apo në administratë, pasi që nga opozita thonë që ka rënje prej 2.5 deri në 3%. Nuk jam dakord me këtë, edhe pse nuk kam informat të saktë sa i përket përfaqësimit, mirë po ka të dhëna të cilat janë publike sa u përket të gjitha institucioneve dhe çdo qytetar mund që t'i sheh dhe t'i ketë një qasje deri te këto informacione. Ju thash se ky dëshpërim kolektiv i BDI-s të cilin e shpreh nëpërmjet këtij narrativi është jo se i kanë dert shqiptarët dhe se i po i mbrojnë interesat e tyre, mirë po nuk kanë çfarë tjetër se të ofrojnë dhe mundohen që dështimin e tyre dhe faktin se ato janë në opozitë ta paraqesin sikur nuk ka më se kush t'i mbrojë shqiptarët dhe se kanë ngel të pazot në për institucione. Kjo nuk është e vërtetë dhe këtë e dinë të gjithë ata të cilët janë të punësuar në për institucione të cilat menaxhohen nga kuadër të Vlenit, mirë po edhe në vende ku kushtimisht thënë nuk menaxhojnë kuadër i Vlenit, njështu të gjithë trajtohen në mënyrë të njëjtë dhe të barabartë dhe ky fenomen të cilin po e shpreh BDI se po ndodh, nuk është e vërtetë se po ndodh dhe tani do të vijojë edhe procesi i punësimit në administratë dhe në të gjitha institucionet tjera përfshi këtu edhe institucionet shëndetësore dhe sigurisht që edhe shqiptarët do të jenë të përfaqësuar denjësisht në këto numra, mirë po unë përsëri kam një qasje dhe një pikpamje tjetër sa i përket edhe punësimit edhe këtij aspekti. Nuk duhet gjithmonë t'i japim konotacion etnik punësimit, mirë po si pikë e parë duhet që të vinë kuadrët të cilët janë kualitativ, të cilët do të arrijnë na përfaqësojnë denjësisht, sepse tek e fundit qytetari pret shërbim dhe është pak e rëndësishme se a është një rom ai i cili është në një vend caktuar punë, maqedonas, turk apo shqiptar, të gjithë ata të cilët punësojnë do të jenë fillimisht profesionistë dhe të jenë në shërbim të qytetarëve, prandaj ideja është që punësimet mos të shifen në konotacion etnik, mirë po le të jenë rehat të gjithë shqiptarët konkretisht se do të jenë të përfaqësuar denjësisht edhe në punësimet e reja, mirë po edhe këta që janë në vendet punës dita ditës po avansohen dhe kjo i dhem shumë BDI-s, shkaku se fokusohet vetëm në raste individuale të cilat mundohet që t'i keq interpreton në frymën e asaj të cilës e ka si propagandë dhe të cilën po e zhvillon dita ditës, siç e thash, me ndihmën edhe të disa mediumeve të caktuara. Realiteti nuk është i tillë, shqiptarët po avansohen, po frymojnë lirshëm nëpër institucione, sepse kemi pasur shumë raste kur kanë qenë të detyruar të votojnë, të shkojnë nëpër tubime të BDI-s dhe janë bërë trysni dhe mënyra të ndryshme ndaj administratës dhe ndaj gjithë punësuarve tjerë. Tani ato janë të çliruar dhe janë shumë të vetëdijshëm për këtë situatë në të cilën ndodhen. Pikpamjet e tyre politike dhe avancimi i tyre asnjëherë nuk duhet të jetë mjet në të cilin do ta përdorë politika në të ardhmen për të ushtruar trysni apo për të ushtruar ndikim ndaj një të punësuari, sepse përgatitjet e tij profesionale, përkushtimi i tij në punë duhet të jenë motivi i cili e avanson një të punësuar dhe jo përkrahja politike apo fakti që një parti e caktuar politike arrin që ta ngrisë në detyrë apo në nivele tjera. Prandaj ne i shohim ndryshe situatat dhe gjërat, mirë po jam shumë i bindur se edhe të punësuarit shqiptar në administratë dhe në të gjithë institucionet janë të vetëdijshëm për këtë. Ju kuptoj plotësisht. Qëllimi im ishte i pyetjes faktikisht ishte që shqiptarët para vitit 2001 kanë qenë shumë pak të përfaqësuar në institucione dhe ka pas shumë institucione ku s'kan qenë të përfaqësuar fare dhe kushdo që është tash në qeveri ose kushdo që do të jetë, pra dhe duhet që të mbrojë pozicionet e shqiptarëve për shkak se mendoj që kemi kuadro bukur, mirë të shkolluar, të avancuar
dhe besoj që shqiptarët gjithmonë të kenë pozitat e tyre, duke parë parasysh se jemi popull shtet formues këtu dhe jemi etniteti i dytë pas asaj, pra pas etnitetit Maqedonas në Maqedoninë të Veriut. Unë do ju kisha falënderuar shumë për pjesëmarrjen dhe që gjetët kohë të vini sonë të këtu dhe të na nderoni me pjesëmarrjen tuaj. Ishte kënaqësi, gjithmonë faleminderit shumë. Të nderuar shikues, është ky emisioni On Time me zotrin Amir Elezi, pra sekretari i përgjithshëm i Alternativës, pjesë e koalicionit qeverisës me VMRO DPMN. Unë ju falenderoj shumë për momentin dhe bashkë mirupafshim të enjten e radhës.